Djeli polinte ngadale mbi kodrat, e gjelbrate nje fermete vogel në veri të shkiperi se, duke ngjirosur fushat mengje drite të arte të bute. Era e fresket e mengjesit frynte lehte, duke lëkundur gjetet e pemeve dhe duke per hapur, në ajer aromen e dur talagash dhe barit të fresket. Tingush të kuajve kë hingelinin, në stalat e drunjta kumbonin, mëmbitoken e kete. Duke krigjuar një melodi të njohur per, ke duke punonte ati qdo dite. Gjithçka dukej e zakonshme, dëri sa nje zhurme e forte teu ketesine e mengjesit. Nje trokitje e fukishme u dëgjua nga fundi i fermes, e njekur nga nje perplasje e dunshme kunder një gardi druri. Brenda nje rethimit të larget, një kale i zi po luftonte me terbim, duke ngritur pluhur dhe duke goditur fort me tundrat e tishte fukishme. Trupi i ti i fukishem shënderin të nën dritën e mengjesit, por ajo ke bintën e si me shume se forka, e tij ishte shikimi i ti, një perzierje mes frikës dhe rebelimit, një rezit kë kendronin per ret e veshtronin me shketesim dhe zgjengjim. Kikale ishte i pamundur, psharet ju nje nga kujdestaret, duke krikezuar krahet mbi gjoks. Ai nuk eshte kale, ai eshte nje perbindesh. Shtoj nje qeter, duke të ndur kokën. Disa burra me të moshuar ne ferme e kishin pare ketes kene shume here me pare, kishin kaluar muash të tere duke u perpjekur të trajnonin, të mesonin të pranon të shalen dhe kalorsin bishpine. Por ai refuzon të gjithçka, nuk lejon të asken të afrohej, nuk njihte as një urdher, dhe i sulmon të trajnirete taj me një dhunët e papritur. Disa ishin rezuar, disa ishin larguar me lendime, dhe të gjithë kishin hekordore. I zoti i fermiz, një burre i repte i kvajtur zoti Marku, këndron të pak me tuqe me duart në kshepa, duke veshguar situatën me durim të holle. Ai ishte një burre ke nuk e pelken të dështimin. Ferma e tij ishte njohur per prodimin e kuajve me të mire garues në shkiperi, dhe ai kishte paguar një pasuri per kete kaletezi. Garanonte se do te ishte kalime i fukishëm ke kishte pasurën donjë here. Por tani, ai nuk vlente asgjë me shume si një kafshe e eger. Më gjaft, thab meni i fund, zeri i ta i ashperberi këtë gjite të heshnin. Nëse askush nuk mund të trajnoje, kete kale deri në fund të muajit, do të shes për thertore. Fjalet e ti rane si një goditje e forte mbi tek gjithe, askush nuk foli. Ata e dinin se nuk kishte zgjidhje që e tërë, quaqë nuk mund të trajnoheshin nuk kishin vend në një ferme si kjo. Por kishte diçka të ftohtë dhe të pashpirt në mënyrën se si ai e të kete vendim. Disa trajnere u këtien nga njeri qetri, si kur të donin të thoshin diçka, por asëngjeri nuk guksoj të kundershtonte. Në fund të fundit, kali e kishte provuar vete kë ishte një rasti humbur. Ndarkohe, pak me tuqe nga turma, një gjale kendronte, ende prane gardit të drunjte. Duke veshtruar kalin me një logj kurioziteti këtë qeret nuk e kishin. Kuhej lian. Ai ishte vetem dëmbedje të vjes dhe nuk ishte trajner e sprunar. Ishte thjesht gjali i rostarit të fermes, një femigje kë ishte rritur me stallave dhe kë gjithmone, kishte një dashurit e vesante per kuajt. Por ndryshe nga të qeret, ai nuk e shite kalin e zi si njebishe të rrezikshme. Per kundërzi, shite diçka që tër tek ai, liane din të kë frikat e zemerim i shpesh duke në gjesoj. Ai e kishte pare kete tek njerezit dhe tani e shite te kali. Kali nuk ishte i lig, nuk ishte as nje perbindesh. Ai thjesht nuk dinte si të besonte. Len e mbeshte ti duartën e gardin, e drunjte dhe u afrua pak, duke e veshtruar kafshën drajtë nesi, nuk që i kek apo jo. Dha me ngjeze te ulet, duke mos e pritur ke dikush të dëgjonte. Per një moment, Kali ndaloi se levizuri, veshet e ti të meden gjut ngriten, si te e ti të tele kafe e shikon gjallin per një qast të vetem. Ishte një moment i shpejte, i heshtur, por i rendes i shem. Një shikim ke dukaj si një perpjekje per të kuptuar, ose per të parenesi e gjale ishte ndryshe nga të qeret. Lian, zeri i babaj të taj e shkeputi nga e moment, një burre i forte, me floket të tingjur dhe duar të forta nga vitet e punës së rendi,
po vinte draj tij me hapata shpejte. Fytyra e tij tregonte me shumë shkëtesim se sa zemerim. Çfarë po ben a kafera tij kali, sa here duhet ti titem të kendrosh larg, lian nuk u pergjigj mengjëhere. E jedinte ke babai i tij toshte kete nga Afrika, gjo nga zemerimi. Por gjithashtu e dinte se askush qeter në ferme nuk e kishte pare ati ka e kishte pare të kikale. Nuk duket a kikek ta mene fand duke këtirësita nga babai i tig, burri psheretiu, duke fshire duarte tishte pluhurosur ambi pantalonat e vjetra prej kope, kaj kale ka plagosur 3 burrate rritur. Nuk e kupton bir, ai nuk mund të trajnohet, disa kafshë nuk mund të ndryshojnë. Por Lian refuzoi ta pranonte kete, po sikur të jetë thjesht i frikesuar. Pjesti, babai i tij nuk ju pergjigj mengjëherë, ai thjesht ngriti shpatulat, duke e vendosur dorën mbi shpatulen e gjallit. Harroje kete kalelian, nuk i avlen të harshoshkohe me te. Tani shkon ndihmoje nenen tënde në kuzine. Lian deshita kundërshtonte, por babai i taj tashme ishte duke u larguar drejt stallave. Ai kendroi ati edhe per disa sekonda, duke këtirësita edhe nje here nga kali izi. Lemoni, si që kwanin të gjite, kendronte tani i palevizur në mes të rrethimit, per një sast, duke i sikur ende po veshtronte gjallin. Aten ate, ndërsa ishte shtrire në dhomen e ti të vogel, Lian nuk mund të ndalonte se menduari per ate kale. Ishte ndryshe nga tek gjithete qëret ke kishte parendon gjëhere, kishte diçka brenda tej. Diçka kete qëret nuk mund të shihnin. Ai nuk e dinte endesi, por gje i kishte vendosur. Nëse askush qeter nuk do t'i gjepte një shans demonit. Ai do t'ia gjepte. Dhe mengjesin qeter, para se dielli të ngrihej, Lian u zgjua me një vendim të kartën e mengje. Ai do të perpikej, dhe agjo perpjekje do të ndryshon të gjithçka. Era ende e rrezire kur Liani hapi deren, e vogel prej druri të kasolles ku gjeton të me prinderit e tij. Agjri i ftohte i mengjesit e goditi në fytyre, duke bere të drita i lehte. U siguroi që dera të mbylej pa bere zhurme, pastaj nisi të ece me hapat e lehte në per barin e lagesht nga vesa. Nese e zbulonin, babai i te nuk do të legjon të kurre të afrohe per seri prane ati kali. Por ai nuk mund të kendron të duar krik. E din të ke askush qeter nuk do t'i gjepte nje mundesi, ndaj duhej ta bente ai. Qelim bifshatin e vogel në malesite i shkiperise ishte ende jeret, por nje drite i zbehte grifilonte të shfakejni horizont. Ketesja e nates ishte ende e pranishme, as një njeri nuk ishte dale gjashte, as gjezet qeter perves riskej frinte butesisht mes pemive. Kur mberiti prane gardhit të drunçten e fënte fermesën daloi. Demoni ishte ati. Kaleronte këtesisht brenda rrethimit të ti, me kokën ullur dhe veshët televizur pas, gjit nje negatishmeri. Trupi i ti i fukishem duke si nje higje e zeze në ndriten i mengjesit. Kishte diçka të eger dhe të bukur në menyren se si kandronte, si kur ta ishte nje kryese ke nuk i perkiste botes se njerezve. Lianin gju zemren ti rite me shpajt, ishte vetem pandimen i askujt. Nëse kalibehe i dunshem nuk kishte njeri këtë andimonte, por kjo nuk endaloj. Hapin gje haper para. Demoni ingriti mengje here koken, si taje tajte ret shkelkjen, plot dishim dhe paralajmerim, nuk beri as nje levizje të mengje hershme, por trupi i taju tendos, i gatshëm të ikte ose të sulmonte nese ishte i nevojshme. Liani nuk u tërhok, aje dinte ke ki moment ishte i rendesishem, nëse donte të fitonte besimin e ke tij kali, nuk mund të legjonte ke frikata trattonte. Pastaj, beri diçka ke askush nuk kishte bere ndonjëherë me kete kale. U ne toke, në mes të barit të ftohte dhe të njome nga vesa, ai u me kembet e krikezuara, vetëm disa metra larg kalit. Nuk e thirri, nuk u mundua ta afronte, nuk beri asgje. Thjesht priti. Minutat kaluan me ngadale. Demoni levisi lehte, duke të ndurbishtin me nervozizem. Hingeliun nje here, si per të treguar ke nuk e kuptonte atte ke po ndodete, ishte mesuar ke njerezit ta urdheronin, ta detironin, ta tremblin ose ta ndeshkonin, por ki gjale, e vetem rinte ati.
duke mos bere asgjë. Liani në gjug gjungje tingur të soheshin nga teftotit, por nuk u levizi. A I edinte ke besimin der të hej nga dale, dhe me pas ndod hidichka ke ila pa frajme. Demonin daloi. A I nuk levizi per disa sekonda, sikur të dek gjon të diçka ke vetem a I mund të kuptonte. Pastaj, per heret e pare, berin gje hap per para. Zemra e Lianit filloi të rihte me shpejtësi. Ishte vetem gje hap I vogel. Por per te, ishte diska e madhe. Nuk beri asnjë reagim të naksituar. Nuk u mundua të afronte me shume. Vetem ila ke momenti të ndote. Demoni këndroj në vend per nje kohe, pastaj beri nje hap qeter. Dhe pastaj nje qeter. Ai nuk kishte kene kurre ka kafe nje njeriu pa kene I lidhur me zingshire apo pa u detiruar. Ishte nje levizje e bere me dëshire. Jo nga frika, Liani me zimbante frymen, donte ta prekte, ta ndjente ngrohtësinë e trupit të tij të fukishëm nën pelembene dores. Por ai e dinte ke po ta bente ke të tani, mund të prishte gjithçka, keshtu ke thjesht priti. Demoni u lile të koken, si per ta studiuar nga afer. Frime margja e tigje tele dhe ingadal të ishte ake afert, sa Liani mund ta njente ajrin ngrohtën e duarte tij. Kali nuk ishte frike, por nuk ishte asikete, ishte duke menduar. Liani foli mengjeze akte ulet sa mezi e degjoj vete, nuk ke pse te kesh frike, demoni ngriti veshet lart. Liani ngjeu nje e ngjesit e çuditshme, si ne shkëndigje midis tajr. Gjengje sikur kalipo e kupton te ate ke po I thoshte. Drita e dielit po shfake nga dale mbi kodrat kur Liani kuptoi se ki moment kishte përfunduar. Ai u ngrit me kushtes. Demoni nuk u largua mendje here, por trupi I tij u tendos perseri. Akoma nuk ishte gati per me shume. Do tek tehem nesër, Italiani butesisht. Pastaj me hapate nga dalte, u largua nga gardi pa u këtjer mbrapa. Në drishe nga ditete qëra, demoni nuk vrapoi per të fshehur në skagjet e retimit. Ai vetem këndroj ati, duke ngjekur me siderisa gjaloshi, u zhduk nga pamgja. Kur Liani mberitite deraj kasole se tij, trupi I tij ishte ndë plot me emosione. Ai e dinte ke diçka kishte ndryshuar atë mëngjes. Nuk ishte diçka e madhe, nuk ishte diçka ke të gjeret do të shihnin. Por per te ishte fillimi I diçka gjetere. Të në sermen dhe dite pasaj, dhe shto mëngjes ke pasoi, Liani u këtje të gardhin e orete para të agimit. Dite pas dite, a I perseriste të njajtin ritual. U lejsh në barde priste, në filim, demonim bante distansen, por me kalimin e kohes, a jo distanse filloj të zvogelo hej. Deri një mëngjes, kur Liani mberiti dhe demoni tashme po e priste, gjalloshin daloj, gjo ishte hera e pare ke kali nuk po largohej, por kendron te ati, ishte duke pritur diska. Liani ngjeu kë ki ishte momenti I tij. A shtriu nga dale doren perpara, demoni e veshtroi, sikur po mendonte nese duhejti besonte apo gjo. Muskulatura e tij ishte e tendosur, gati per tu larguar me shpejte si nese ndihej në rrezik, por nuk u largua. Liani ngjeu ngrohtësinë e lekures se tij nën pelembene dores. Një kontakti shpejti, një prekje kë zgjati vetem disa sekonda, por kë per te ishte si një premtim. Kur kalime ne fundu terhok, Liani nuk u zgjengje, e buzekeshi. Diçka e pabesueshme po ndodhte, dhe telle brenda vetes, a se dinte se ki ishte vetem fillimi. Ngjelit gje ishte krigjuar mes tyre, dhe kur një kalesi demoni fillonte te besonte, nuk kishte me kufij per ateke mund të ndodhte me pas. Diliende nuk kishte dale mbi malet ke rrethonin feshatin, kur Liani u largua perseri nga shtëpia e tij. Ajri I mëngjesit ishte I ftohtë dhe I fresket, dhe bari I lagest nën kembet, I tij leshon të një fesh ferimet e lehte, teksa ekte me hapate kushdeshem. Ai kishte hambur numerimin e ditev kë po e perseriste këtë ritual. Se do mëngjes zgjohej para të gjiteve, shkonte drejt retimit të thjesht këndronte ati. Ullur I këte, duke pritur. Nuk ishte ngutgje, nuk ishte kërkese kje diçka e madhete ndote mendje here. Ishte thjesht durim, por atë mëngjes, diçka ishte ndryshe. Teksa afrohej, Liani vuri rese demoni nuk ishte si zakonisht. Ai nuk ishte fshehur në skajt e retimit, larg njerëzve, si do ditë qeter. Jo,
Ai këndronte ati në mes të rretëmit I palevit shem, duke veshtruar nga drejtimi I gjallit këpo I afrohaj. Ai po priste. Zemra e Lianit rahu me shpajt. Ishte një ndryshim I vogël, I padukshëm për të qeret, por për të ishte gjithçka. Kali, kjo dikur frikesohej dhe largohej, tani këndronte ati duke e pare, duke e pritur. Ai e dinte, ishte gati për hapin qeter. Tani nuk I kënë me, ta I mëngje buzekeshe të leta, ndërsa ndalui disa hapa larg rrethimit. Frajma e demonit ishte I kete, por sajta e ti kishin një intensitet ke Liani nuk kishte pare kurre me pare. Hapi deren e rrethimit dhe hiri brenda. Levizjet e tizi shin të keta, pale kungjet e papritura. Ai e dinte se nje levizje e gabuar mund të prishte gjithçka, që kishte ndertuar deri tani. Demoni këndroi pa levizshem, duke e studiuar me kushdes. Liani u ul në toke, si gjithmone. Heshtja midis tyre ishte e thellë, por nuk ishte një heshtje e zbrazet. Ishte një heshtje ku ndodheshin pjeqje dishime, një logje durimi midis një gjallit e një kalike po perpikeshin të kuptonin njeri tjetrin. Dhe me pas, ndodhi diçka që e beri Lianin të e mbante frajmen. Demoni beri njeha per para, pastaj një tjetër, dhe brenda disa sekondash, Kalizi ishte vetem disa centimetra larg tij. Liani ngjeu një nëksetesi te per hapur në trupin e tij. Ishte momenti që kishte pritur, por nuk donte ta shkaterronte. Si te e tij u fokusuan në levizjet e demonit, në fryme margjen e tij, në mënyrën se si muskujt e tij dridheshin lehte, gati për të ikur nëse diçka nuk I dukej e sigurt. Pastaj ndodhi çuditja. Demoni u li koken, ishte njeftëse. Liani e dinte keki ishte qasti I ti. Me një levizje të kujdeshme, ngriti doren duke e shele afer fytyres së kalit, se cili centimeter duke si një betejë e vogël për besimin. Dhe pastaj, gishti I ti prekulekuren e ngrohte të demonit. Liani me zi besonte, per herët e pare, dikush po e prekte atë kale pa frike, pa forse, pa litare, pa zingshire, dhe ai e lejoj. Ishte vetem një moment I shkurter, një frime e vetme. Pastaj demoni u terhok me një frime marje të telle dhe beri, disa hapa mbrapa, si I vetëdishëm pera të kesa po kishte ndodhur. Por nuk iku. Dhe Liani e dinte se gjojshte gjithçka kë kishte nevoje pera të dite. Ai keshi butesisht. Mire, I dha me zeta u lejt, du te vazhdojme nesër. Demoni këndroj ati, duke e pare gjallin të largohej. Ai nuk kuptonte plotësisht çfarë po ndodhte mes tyre, por diçka ishte ndryshe. Dhe as Liani nuk do të ndalonte këtë proces. Ditet që pasuan ishin një përparim I vazhdueshëm. Tashme Liani mund të prekte demonin me shpesh. Fillimisht, Kali I lejonte vetem disa sekonda, pastaj largohej. Por me kalimin e kohës, ato sekonda u bene minuta. Liani nuk I tha askujt. Ai e dinte që nëse trajneret e zbulonin, du të perpikeshin të detyronin procesin dhe gjithçka du të prishej, por mbajtja e këtij sekreti nuk du të zgjaste shume. Një pasdit, kur Liani po shkonte drejt rrethimit, një figura e njohur këndronte atje. Ishte Zoti Marku, pronari I fermes. Burri me pamgjete ashper dhe si të ftohte po e shikonte. Demoni me një shprehje të pamëshirshme. Ki kale vazhdon të gjetën një humbje kohe, ta ai, pa u kthyer nga Liani, gjallin gju një ngers në stomak. Ai vetëm ka nevoje per pak me shume kohe. Ta duke u përpjekur të mos tregonte frikën e zerin e ti. Zoti Marku keshi pa humor. Kohe, I kemi të muaj të tere, nëse nuk fillon të me tregogje se sa vlen, nuk do të pres me gjate, Liani undal. Sfare doni të thoni, burje pa mengje buzekës gjë të ftohte. Du të shes permish, bota e Lianit undal. Ai nuk mund të linte kete të ndodhte, e gjite a gjopuna, gjite a I durim, që do mengje si kaluar në heshtje duke ndertuar besimin midis tij dhe demonit. Nuk mund të perfundon të keshtu, atenate, nuk mundi të flinte. Sa here këmbilte site, imaginonte demonin duke u larguar, duke u quar në një vend nga I cili nuk do të kthehej me kurre. Jo, ai nuk do të lejonte, të keshtu ai vendosi. Taj nesërmen, ai do të provonte diçka që nuk e kishte bere kurre me pare.
Qieli ishte ende gri kur Liani arriti të rrethimi. Demoni po e priste, kalin gju se diçka nuk ishte si zakonisht. Liani e dinte ke kishte shansi i tishi fundit. E hyri brenda me sigurin e hapat e tish dhe ju afrua nga dale kalit. Demoni nuk u largua, me duhet ke të besosh të kune tani ta ai butesisht. Pastaj, me të njeshten këte si, vendosi doren bi kafeni kalit. As një reagimi dunshem, Lianin gjën se të sine e trupit të demonit në doren e tij, ishte njëngjëngje ke nuk mund të përshkruante, mire shok e kemi kete, dhe pastaj me një levizje të kushdeshme, a ngriti vetën dhe u ulmbi shpinen e tij. Per një moment, gjithë qka ishte këte. Të pastaj, demoni unë ngrit në galop, si një rufe ke shpertën përmes fushes. Era i goditi fytyren e Lianit, zemra i tij rrite me shpejtesi, por ai nuk mbajti fort nga frika. Ai e dinte ke ki ishte momenti vendimtar. Dhe atëherë ndodhi diçka e pabesueshme. Demoni nga dalesui, nga një galopi eger kaloi në një isgjete sigurt. Dhe per herët e pare, ai pranoi të kishte dike mbi shpinën e tij. Ai nuk ishte me ngji kale i eger. Ai ishte një kale që kishte zgjedhur të besonte. Dili sapo kishte filluar të ngrihej mbi magjat e maleve të shkiperise, duke ndrisuar nga dale fushat e mbuluara me vese. Ajri ishte i fresket dhe toka ende mbante lagështinë e natës. Ishte ai momenti dites kur gjithçka dukej ngrire me rresires dhe drites, si në pritjetej diçka i temat e ke po vinte. Liani u endel në hyrje të rrethimit dhe, ashtu si që do mengjes, pasi të e zinj të demonit kë i veshtronin nga larg. Gjithçka kishte ndryshuar në gjavet e fundit. E kale kë dikur nuk lexonte asken ti afrohej. Tani pranonte duart e Lianit mbi trupin e tij. Per herët e pare, dikush e kishte hipur mbi shpinën e tij, dhe ai nuk ishte tërbuar. Por tani, pjetja e madhe mbetej pezull, cili do ta ishte hapi tjetër. Të e hipur mbi shpinën e tij nuk mjaftonte. Ai duheshte mesonte të ekte me nje, kalores mbi shpinë, të ndikte komandat, të linte pas frike ke kishte pasur gjithë. Dhe mbi të gjitha, duheshta ben të kete para se te ishte te përvoni. Pronaret e fermes nuk do te prisni pafundesisht. Nese nuk tregohej se demoni kishte vlere, ai do te shitej. Dhe Liani e dinte mire se çfarë do te ndotte pas kësaj. Nuk kishte zgjedhje tjetër. Ai duhej ta bente demonin të besonte tek ai sikur me pare. Liani hiri në rrethim me të njëjtin kushtes të zakonshëm. Demoni nuk u largua, por këndroi i palevizur, me muskujt e të ndosur, sikur të ndjente kë diçka e rendesishme po ndotte. Gjali u afruat he vendosi doren mbi kafen e tij. Sot të te provoj me diçka ndryshe, isa mengjes e te butej. Demoni ngriti veshet, duke kapur çdo tingull, çdo lëvizje. Liani e dinte se gjithçka që kishte ndertuar me te mund të prishej nëse e shtinte shume. Ai duhej ta bente kete pa frike, pa nëksitim. Mori frimet e lej. Pastaj, me një lëvizje të sigurt, hipi mbi shpinën e tij. Trupi i demonit u tendos, Liani ngjeu tensionin në muskujt e tij. Nëse kaliti kapte paniku, mund të shpërthente në vrapim të eger dhe ai nuk do të kishte asnjë mundësi për të ndaluar. Por, ai nuk lëvizi. Ai këndroi ati, i palevizur, si ta ishte duke pritur diçka. Nje buzek e shgjej e lehte u formua në buzet e Lianit. Demoni nuk po reagonte nga frika. Ai po mendonte, tani vinte sfida e vërtetë. Të eqim, tha Liani duke e përkedelur lehte me dore. Asnjë lëvizje. Gjali provoi per seri duke e shtire lehte me thembrat e tij. As gjë. Ai ngriti koken, i shkëtesuar. Ai nuk donte të detironte, por e dinte ke duhej të bente një hapqeter përpara. Je i sigurt ke mund të besh, peshperiti. Demonin gësori një frimemarje të tele. Kembet e taj levizën pak mbi token e bute. Trupi i taj dridhej lehte nga padurimi, dhe pastaj befas. Ai beri hapine pare. Pastaj një tjetër. Dhe per herët e pare në jetën e tij, demoni po ekte me një kalores mbi shpine. Liani ngjeu një ngrohtë sikue i përfshirë e gjithë trupin. Ai kishte fituar besimin e tij. Por gezimi i tij u ndërpre menjëherë, njëze i forte ushtoi në të gjithë fermen.
Se farë po bean, liani ngriti kokën dhe pa pronarin e fermes, zoti Marku duke këndruar prane rettimit me një grup trajneresh. Fytyra e burrit ishte ngrirë në një përzierje habje de zemerimi. Liani u përgatit për t'ju përgjigjur, por nuk pati kohë. Demoni e ngjeu tensionin. Dhe atëhere, Gjitska u shemb. Kalit I kaploj frika. Pa asnjë paralajmerim, ai shperthiu në një vrapim të çmendur, duke galopuar si një ire I eger permes fushës. Liani u mbajt fort. Era I godit I fytyren, syte I taj u mbushen me pluhur di ajri jube I rende në mushkeri. Ai nuk mund të binte. Po të binte nuk do të ngrihej me. Kete sohu, shok, peshperiti ai, por demoni nuk dëgjonte. Ishte shume I frikesuar për të dëgjuar. Ai nuk po përpikaj talendonte, por gjitheje tani tigj kishte kënene lufte me njerëzit. Dhe tani për herët e pare dikush po këndronte mbi te ai nuk e dinte nëse duhej besonte. Liani kishte vetëm një mundësi për të ndaluar. Dhe ai duhej të bente të kundërte I asaj që du të bente që do trajner qëtër. E mbylli syte. Dhe se le shoj doren nga kafa e kalit, është dinte ke ishte një rrezik I madh, por gjithashtu e dinte ke demoni kishte friken nga nxengja e të kenit I kontrolluar. Ai nuk mund të ndalte duke e detiruar. Ai duhej të linte të vendoste vete. Kaloi një sekonde, pastaj një tjetër, dhe pastaj ndodhi diçka që nuk priste. Demoni nga dalesoi, nga një galop I shfrenuar, kaloi në një vrap me tekete. Pastaj në një ecje të nga dalte, dhe përfundimisht ndaloi. Fusha rane një heshtje të thelej. Liani u li kokën dhe e përkafoj lehtë kafen e kalit. Ti hendale vete, I të butesisht. Demoni ishte ende duke marre frime me veshtirësi, por syte e tish nuk ishin me plot frike. Per herët e pare, ai kishte zgjedhur të ndalonte, sepse kishte besuar në diçka. Minuta me vone, trajneret mberitan të lodhur nga vrapimi. Zoti Marku u afrua nga dale, duke pare si Liani ishte ende I hipur mbi demonin. Ai nuk foli per disa qaste. Pestaj, me në fund, ta. Me tuaj që nuk e bere këtë pa një shale, Liani e pa në sidhe nuk ta askje. Por burri tashme e dinte përgjigjen. Pas disa sekondash heshtje ai keshi lete, dhe trajnerete mitane keki kale nuk mund të zbutet. As njeri prej tyre nuk foli, zoti Marku I ktheu syte nga demoni, ki kale kavlere, dhe ti e ke treguar kete. E ktheu shpinen dhe nisi të largohe, duke u tene trajnereve. Mendoj se kemi ndryshuar menje për kete kafshe, Liani buzekeshi. Ei e dinte kek gjo ishte vetem filimi. Por tani per herët e pare, e nuk kishte me frike për të ardhmen e demonit. Ei e kishte shpetuar, dhe se bashku ata do të arrinin edhe me shume. Era një mëngjes me ere të forte, pëmet le kundeshin letaj, sikur po peshperit në diçka në heshtje, dhe ajrimbante aromen e diu talagesht pas shiut të natis. Kelli ishte imbuluar me rete lehta, dhe gjithje ferma dukej sikur po priste diçka të madhi të ndorte. Liani en gente kete, ngrit para se dieli të ngrihej mbi majate malevede unis drejt retimit ku demoni tashme po e priste. Por sot nuk ishte si shdo ditë qetir, zoti Marku donte një prove. Tani këte gjithe e kishin pare ke demoni mund të hipur nga një kalores. Mbetej vetem një pjeqe, a mund të behej një kale I verte të gare, nese nuk arrinte të provonte kete e ardamgja e tajsh du të mbetej e pasigurt. Liani hodi site nga kali I zi. Ai nuk e dinte çfarë po mendonte demoni, por një gjë ishte e sigurt, ki kale nuk I perkiste askujt. Ai kishte lindur I lire, kishte gjetuar gjithmonë pa Zot, por tani duhej të merte një vendim. E gjithë ferma ishte mbledur pranë piste segares. Zoti Marku këndronte ati, I rretuar nga trajnere, punetore dhe disa fermere nga fshatrat perret. Te gjithë donin të shihnin me site, e tyre nese kali I eger ishte vertet I zbutur. Demoni dukej nervoz, a në gjente veshtrimet mbi vete, në gjente gjikimin, frikën, dishimin. Liani I u afrua dhe vendosi doren mbi kafen e tishta fukishme. Mos shiko ata, shiko vete mua, I ta me zetej ulet, sita e demonit u kthjen tek ai. Gjali mori fraj me thelle.
Unë gjit mbi gard dhe hipi mbi shpinën e taj. Kete here nuk pati frike, nuk pati tension, ishte thesht një marrëveshje e heshtur midis taj dhe kalit. Heshtjene e tiuzeri I ashper I zoti Markut. Dua ta shoh kete kale duke vrapuar. Liani nuk u pergjig, u perkull lehte per para, duke e shtire demonin per te e kur, te ai vrapoi. Tingulli I tundrave mbi token I thate pushtoi agjerin ndersa demoni u leshua me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Trupi I tij lëvizte me njeritëm perfekt, sikur ishte lindur per kete. Ai nuk vraponte si kuashte qere, nuk kishte lëvizje të servitura, të programuara nga njeriu. Ai vraponte si që kishte vrapuar gjithmone, I lire. Liani ngjeu trupin I tij të bashkohej me ritmin e kalit. Nuk kishte frike, nuk kishte pasiguri. Ishin vetëm ata të di, një shpirt I vetem, një kellim I vetem. Kur Liani terhoki lehte freret, demoni ngadale soi. Tundrate tij goditën tokën disa herë me bute, derisa undal krejtësisht. Ai nuk ishte lodhur, as nuk kishte frike. Ai vetem po priste per sfiden tjetër, heshtja mbuloi te gjithë fermen. Zoti Marku u ngrit ngadale, dhe u afrua te gardi. Kikale mund të vleje shume, dhe ai mëngjeton të menduar. Liani zbriti nga kali dhe vendosi pellëmben mbi trupin e tij. Ai nuk eshte thjesht një kale pershitje, ai eshte me shume se kak. Zoti Marku e shikoi me një shprehje të ftohtë, por nuk ta asgjë. Vetëm ktheu shpinen dhe I beri me shenjë trajnereve. Dua ta shokete kale në një garete I vertete. Përgatiteni për ngjarjen e ardhshme. Gjurma nisi me spunëtoreve. Askush nuk kishte menduar kurre për kete me pare. Por asnjë nuk guksoi ta kundërshtonte. Liani hodi si te, nga demoni dhe buzeke shi lehte. Ai kishte provuar gjithçka që duheshte provonte. Por në thellësi e dinte, prova e tij e vërtetë sapo kishte filluar. I ran një mëngjes me ere të forte. Rete I den durambulonin kjelin, duke I den edites në gjendje të suditshme, sikur diçka I madhe po afruhej. Agjrim bante në gjefto të si tem prehte, dhe era shperndante aromen e tokese la gesht në per gjithë fermen. Liani e në gjend të kete. Këndronte gjashte stales, me duare shtrenguara anashtrupit. Zemra I rrete me shpejt se zakonisht. Ndersa si te e tij veshtronin drejt nderte se sprej druri, këndodhej ai. Demoni. Ishte e pabesueshme si gjithçka kishte ndryshuar në kak pak kohe. Kali I eger, ai këtë gjithë kwanin të pamundur per të zbutur, tani e pranonte Lianin. Ai gjo vetem ke I legjonte të hiptëmbite, por indikte, I besonte e dëgjonte. Por tani, gjithçka që kishin ndërtuar po vihej në prove. Zoti Marku kishte marrë vendimin e tij. Demoni do të garonte, dhe Liani nuk ishte I sigurt se si ndihe per kete. Ai duhejte ishte I lumtur, I kenakur. Duhejte ishte krenar që kishte arritur atë që askush që tër nuk mundi. Por, të lebrenda vetes, diçka nuk ndihej I drejte. Ai e ngjite demonin me mire se kushdo që tër. E dinte se ai nuk ishte një kale I zakonshëm, I mesuar të bindet dhe të ngjeke rregulla. Ai ishte me shume se kak, ishte I lire, dhe pjeqja që Liani nuk mund ta largonte nga mendja ishte, a do të zgjidte demoni të garonte, apo do të ikte. Brenda stalles, demoni këndronte në ketesi. E nuk ishte I lidhur, nuk ishte I detyruar të këndronte ati, por nuk po largohej. Kur Liani hiri, kalingriti kokende e pa drejte në si, ishte një shikim ndryshe nga heret e tjera, një shikim që tregonte se ai e dinte se diçka ishte duke ndodhur. Gjali ju afrua dhe vendosi dorën mbi trupin e fuki shem të tij, agjegati per kete, peshperiti. Demoni nuk u levizi, Liani nuk priste një pergjigje. Ai e dinte se kali do të bente atë që donte të bente. Nuk kishte forse ne bote che mund të detironte. Dhe kështu Liani mori në vendim. Nëse demoni donte të garonte, ai do të ndikte. Por nëse donte të largohej, ai do të linte të shkonte. Sepse ki nuk ishte vetem një prove per kalin. Ishte një prove per të di. Dhe të lebrenda vetes Liani e dinte, çfarë do këtë ndodhte nuk ishte me në duart e tij. Pista e gares ishte me mbushur se kurre.
Fermere, trajnere dhe punetore nga I gjithë fshati ishin mbledhur per të pare spektaklin. Të gjithë donin të shihnin me site e tyre se kali I pasbuqem ishte vërtet e imposhtur. Zoti Marku këndron të ne ane, me duart e krikezuara dëngje veshtrim të ftohte në fytyre. Ai nuk kishte durim per justifikime, ai donte rezultat. Lianin gjë stomakun ti mblidhej. Tensionin e ajer ishte I padurueshëm, por nuk ishte ai ke povuante me shume. Demoni ishte I palevizshem pranë tij, me muskujt e tendosur, veshe duke levizur here pas hiri. Ai, in gjente ate ke po ndotte, in gjente presionin pritjet, disimet ke I rrethonin nga të gjitha anet. De Liani e dinte, demoni ishte duke menduar, pista u përgatit per garen, kuaj të qire tashme ishin të reshtuar, të bindur, të kete. Ata ishin mesuar me kete, të trajnuar per të vrapuar, per të ngjekur komandat, pastaj erdhi radha e demonit. Liani e shtrengoj frerin dhe ngjeu trupin e tij të tensionuar. Ai nuk e dinte ne se kali do ta lejonte ta drejtonte ne piste. Nuk e dinte ne se do të hipte mbi të per të garuar me të. Dhe pastaj ndodhi e pamundura. Demoni e qivete drejt vijes se fillimit. Një murmurime per shkoj turmen, një rezit e pane me site e tyre, ai po pranonte të garonte, Liani hipi mbi shpinen e tij. Zemra I rrite me forse, por nuk da asnjë shenjë frike. Ai duhet të ishte I kete. Demoni këndroi I palevizshem, duke pritur. Dhe pastaj, singjali uda, kuaj të qere shperthin per para, duke ngritur pluhur pastajre, por demoni nuk levizi. Ai këndroi ati. Liani ngjeu ngje reketjet e ftohte në trup, ai e kishte bere zgjedhjen e tij, por para se dikush të mund të thoshte diçka para se trajneret të reagonin. Demoni u kthi nga ana tjetër, dhe pa asnjë komande, pa asnjë shtrengim të frereve. Filloi të vraponte, ju drejt vijes së finishit. Jo per të ndjekur kuajt e qere. Ai po vraponte gjashte pistes, duke lane paste gjithë. Liani nuk u mundua të ndalte, sepse e dinte, demoni nuk po ikte nga frika. Ai po vraponte sepse kishte zgjedhur të ishte ilire, zerat nga pas u veniten. Pista, trajneret, gjithë ata ke prisnin të shihnin të bindur. Më beten prapa, të vegjel, të parendesishem. Liani u perkul mbi kafen e kalit de keshi, ndërsa era I perplasej në fytyre. Ai kishte menduar se ki do të ishte fundi u dhejtimit të tyre, se kjo gare do të përcakton të fatin e demonit, por ai e kishte kuptuar diçka. Nuk kishte gare, nuk kishte kufiq, nuk kishte asnjë vend per të shkuar, përveç atij ku ata donin të ishin. Dhe per herë të pare, Liani nuk e kishte frikën e asaj që do të vinte me pas, sepse ai nuk kishte me dishime. Demoni kishte bere zgjedhjen e tij. Me ngjesin tjetër, ferma duke I ndrishi. Qielli ishte I pastir, era frynte leta dhe gjithçka pereth duke I të pereketi, sikur e gjithë bota po mbante frimen, duke pritur çfarë do të ndodhte. Liani arriti të rrethimi si gjithmoni, paniksitim pa angt. Ai tashme kishte kuptuar kë me demonin, asgjë nuk mund të detyrohej. Kalizi këndron të ati në mes të fushez duke e veshtruar, por diçka ishte ndryshe, kete here kur Liani e ngriti dorën. Demoni nuk u tërhok. Ishte hera e pare ke Liani mundi të prekte pa frike, gishtat e tijë kaluan mbi lekuren, e ngrohte tekalit, duke ngjere muskusht e tijë të fukishëm ke drideshin lehten në prekgje. Në atë moment gjithë çka ndryshoi, e pamundura kishte ndodhur. Disa dite me vone, Liani soli ngje shalet e rrethimi. Ai e dinte ke ki moment mund të shkatërronte gjithçka ke kishin ndertuar. Por diçka brenda tij thoshte se demoni e kishte nxjerrë ke kjo dite do të vinte. E vezgoj ne heshgjen derisa Liani vendosi shalen me bishpinen e tij. Trupi I tij u tendos për një moment, por pastaj e pranoi. Pa britma, pa lufte, pa frike, pa asken kë e detironte, disa jave me vone, kishte ardhur momenti vendimtar. Punëtorët e fermes ndaluan punet e tyre per të pare, shume ende nuk besonin. Disa prisnin ke Liani të deshtonte, por askush nuk I andante si te.
Liani ungjit mbi gard, shikoi demonin dhe mori frime thelle. Pastaj, me një lëvizje të lehtë, hipi mbi shpinën e tij. Per një moment gjithë shkëndaloi. Të gjithë prisnin kë kalit e shkëtesohej, të ngrihej në këmbët e pasme, të refuzon të peshen mbi shpinën e tij. Por jo, demoni këndroi i keti. Gjalike askush nuk i merrte seriozisht dhe kalike askush nuk besonte se mund të zbutet ishin ati. Së bashku, disa pesperigje u dëgjuan në turme. Nuk mund të besoj. Murmuritin nga tragjënëret, i tronditur nga agjo ke po shihte. Por Liani i dinte tashme, demoni nuk kishte nevojë të zbutet, ai thjesht kishte nevojë të kuptohej. Dhe atë mëngjes, ai zgjodhi të besonte. Hapat e pare ishin të ngadalte. Liani nuk e shtiu, nuk e tërhoki, nuk i ta komanda. Ai thjesht e la këtë vendoste vete. Dhe ai vendosi, kali filloi ta ekte, pastaj të trotonte, dhe me në fund, si një shkendishe kë shpertën në kil, vrapoj me gjite fukine, e taj në perfushe. Liani mbajt fort, por keshi. E në gju eren në fytyre, botën kë kalon të prane taj me shpejtesi. Por me shume se kak, e në gju diska ke nuk e kishte njëre kurre me pare, nuk ishte vetem gjë kalerim, ishte liri. Dhe pastaj ai e kuptoi që ishte vetëm fillimi, nëse kjo histori të preku zemrën, da gjeni me dike ke i do kafshet, a keni pare ndonjë herënje lidhje kakte forte mes një kalidhe gjënjeriu, shkruani në komente. Dhe nëse dashironi me shume histori emocionuese si kjo, abonohuni në kanal dhe aktivizoni në njoftimet, sepse disa mikesi, thjesht nuk mund të shpjegohe.